Po gjithashtu kjo ka qenë një pjesë e udhëtimit tonë që e kemi pasur në Ballkanin Perëndimor, duke filluar nga Tirana javën që shkoi, Podgorica, Sarajeva, tani Prishtina dhe sot vazhdojmë në Shkup. Pra sot do të jeni në Shkup, kryesisht në rajon, në këto ku është përqendruar ulëmtimi. Pikërisht. Në fakt i kemi shtetet e Ballkanit Perëndimor si dhe shtetet e Eastern Partnership ose partneritetit lindor që është Gjorgjia, Ukraina dhe Moldova. Mirë shumë. Po nisim pak me ndryshime geopolitike globale, cilat po të rënditin deri tani rendin botror. Si e sheh ndikimin e presidentit Trump në Ukrainë, gjithashtu edhe në vende tjera të Evropës dhe posaçërisht edhe në Ballkanin Perëndimor? Mendoj që si pjesë e këtij ulëmtimit kemi pasur fatin e mirë që kemi biseduar me persona të ndryshëm nga rajoni, se si e shohin edhe ata. Ka disa aspekte në këtë kur mirët parasysh se çfarë po ndodh në Amerikë, po mendoj që nga mbrëm njëra nga mësimet kryesore ishte fakti që si po qeveriset tani në Amerikë edhe mënyra se si politikat domestike janë duke u rënditur, kanë një impakt shumë të madh edhe për shtete tjera, sepse bëhet një praktike e demokracisë që nuk është më aq demokrate në aspektin e vlerave dhe kjo ka ndikim për gjithë. Si neve në Ballkan, si në Evropë për shembull e shohim rritjen e të djathtës ekstreme, kështu që mendoj që në këtë aspekt të praktikave demokratike do të shohim shumë efekte që janë të dëmshme. Kurse më specifikisht në rajon, mendoj që njëri nga mësimet që nxorëm mbrëm ishte fakti që jemi mësuar neve me trazira, kështu që trazirat nuk janë diçka e re dhe ndoshta kemi zhvilluar një farë lloj rezilience, një farë lloj force, po imuniteti bile, edhe kjo mund të na ndihmojë duke ecur përpara, por gjithmonë nëse jemi shumë të vëmendshëm edhe nuk e lëm demokracinë që të bjerë mbrapa dhe e praktikojmë atë ditë për ditë, normalisht që janë edhe këto aspektet më të mëdha se si afekton politikat e jashtme Amerika, edhe mendoj që këtu ka shumë pasiguri. Nuk do mund unë të thoja se çfarë do bëj Amerika, sepse mendoj që askush nuk e thot dot saktësisht, po fakti që ka një pasiguri të këtij niveli na bën gjithëve që ndalohemi pak edhe të mendojmë pak më detajisht se si të vazhdojmë përpara. Po mendoj që gjithmonë fillohet nga një demokraci e shëndosh, ajo është baza më e fortë që mund kemi në domethënë kur i shohim këto ndryshimet e mëdha gjeopolitike. Nëse ndalemi tek demokracia e Kosovës, ne kemi pa që zgjedhjet në Kosovë kanë konfirmuar një farë qëndrueshmërie të demokracisë, megjithatë njëkohësisht nxorën në pa edhe sfidat që i kemi në vendin tonë, sfidat shumëta politike. Cilat janë këto sfida dhe si mund në fakt të adresohen? Mendoj që fjala për post zgjedhjet në Kosovë do ishte reforma. Siç thatë ju, është dëshmuar që votuesit janë kritik, domethënë nuk kemi një votim që është i njëjti si radhën e kaluar, tregon diçka të mirë, domethënë që votuesi e mendon, e vlerëson, edhe ndonjëherë edhe ndoshkon. Kjo është gjë e mirë. Po nga ana tjetër shohim që partitë politike kanë nevojë për reforma të brendshme, si dhe në lidhje me qytetarët, po edhe për shembull mediat kanë nevojë për reforma, sistemi zgjedhor ka nevojë për reforma, kështu që këto zgjedhje kanë hapur hapësirën për të menduar se si mund t'i bëjmë gjërat më mirë, edhe këtu mendoj që fjala kryesore do ishte të jetë diçka më participative, të inkludohen më shumë qytetarët edhe mendimi i tyre. Tani po hecim në një kohë ku informata zhërohet, besoj që ju keni shumë sfida në aspektin që jo gjithë shohin televizion, shumë njerëz shohin TikTok ose media tjera sociale, kështu që vendi nga vijnë informatat janë shumuar kaq shumë, saqë është ndonjëherë sfidë për të parë se ku qëndron pulsi i qytetarëve. Edhe në këtë aspekt është e rëndësishme që ky puls ndoshta të matet ndonjëherë nga më afër, të shkojmë back to basics, siç thonë në anglisht, domethënë të shkojmë në bazë edhe të mundohemi të ndërtojmë nga poshtë lart. Në qartë. Nëse ndojnë një pak dhe tek vendet të tjera, veçanërisht tek protestat në Serbi, që kanë qenë të shumta, një prej protestave më të mëdha kundër Vučić që ishte pra gjatë muajit mars, kemi parë, por a mund të themi që këto protesta do ta bëjnë një pikë kthese në Serbi, a mund të besojmë në të?
Mendoj që po, deri në atë që mua më jep shpresë fakti që shumica e të rinjve që sot protestojnë në Serbi, ndoshta nuk kam parë politikan tjetër ose lider tjetër veç Vučićit, sepse ai ka qenë në pushtet gjatë kohë. Kështu që fakti që ata po dalin në rrugë kundër një figure autoritative që e kam parë në televizion dhe në gjitha media, gjithë jetën, është një pikë nisje shumë shpresdhënëse. Po nga ana tjetër normal që nuk mund t'i marrim këto gjëra si një rrezë shpresë që vetëm mirë do sjell, sepse kemi parë edhe nga protestat tjera në rajon, që jo gjithmonë protestat sjellin ndryshim. Në rastin e Maqedonisë të Veriut, nga vi dhe unë, kemi pasur protesta në 2015 që ndryshoi qeverinë, por tani jemi kthyer prapë në atë qeveri që e ndryshuam atëherë. Sepse progresi është diçka që duhet punuar në mënyrë konstante, reformat janë diçka që duhet besuar në mënyrë konstante, si dhe lufta kundër korrupsionit edhe kundër shqetësimeve të qytetarëve nuk janë diçka që ndryshohet lehtë dhe ndryshohet shpejt. Kështu që Vendet Maqedoninë e Veriut dhe rastin se si jeni rikthyer përsëri, pse po ndodh kjo tek populli që një herë po protestohet, po arrit një qëllim dhe pastaj po kërkohet e vjetra? Pikërisht është fenomen interesant dhe mendoj që njëra nga arsyet është edhe dështimi i partisë që ka qenë në pushtet për të bërë reformat e duhura dhe për të sjellur atë që ka premtuar. Shumë shpesh këto qeveri që vinë pas protestave kanë një shpresë tjetër, sepse njerëzit thonë, okay, vuajtëm për një kohë, tani erdhi kjo qeveria e re që u lutëm edhe protestuam edhe çdo gjë do bëhet mirë edhe varrim shumë shpresa te këto qeveri, edhe kur ata nuk japin rezultate, mendoj që dështimi është edhe shumë më i madh dhe dëshpërimi te votuesi është më i madh. Edhe në Maqedoni e pam këtë në efekt në fakt, si dhe fakti që kemi shumë shpesh në Ballkan nuk kemi shumë parti të reja politike, edhe shumë shpesh votuesit i mbetet që të votojë mes një të keqes edhe një të keqes tjetër, edhe demokracia i ka këto ndonjëherë, po mendoj që këtu është edhe aspekti i nevojës për zëra të ri në politikë. Si në Kosovë, si në shtetet tjera, mendoj që ndoshta kjo do ishte, edhe Serbia e ka këtë sfidë, e ka një opozitë që nuk është e fortë sa duhet për të bërë një challenge, një sfidim serioz ndaj Vučićit, por studentët janë, kështu që shpresoj që dalin zëra të ri nga ky brez që formulohen dhe artikulohen edhe politikisht. Është ky fenomen vetëm në Ballkanin Perëndimor apo edhe në vende të tjera përreth, ku opozita nuk e ka ndoshta fuqinë ta përballë në këtë rast qeverisjen e secilit do vend që po flasim? Mendoj që po, është sfidë globale deri diku, është ky aspekti që nuk i dim më zërat dhe pulsin e qytetarit dhe si rezultat partit po kanë një problem në navigimin e programeve të tyre dhe se si ti përgjigje nevojave të qytetarëve që janë gjithmonë në rritje dhe janë shumë të pasigurta se sa që kanë qenë më përpara. Mendoj që për shembull humbja e demokratëve në Amerikë solli në faktin që ka politika që për ndihmën e qytetarëve që ata nuk i kanë marrë parasysh, edhe kjo ju kushtoi shumë, ju kushtoi humbje. Sidomos edhe në Evropë shohim që partitë kanë një sfidë, mendojnë që ndoshta nëse bëhen më të djathtë, atëherë do marrin më shumë vota, po në fakt nuk e shohin se cili është frustrimi që i sjell njerëzit deri në këtë pozitë për të votuar për të djathtët. Nuk i dëgjojnë, domethënë, zërat me kohë, edhe në fund reagojnë. Edhe partitë nuk duhet vetëm të reagojnë, duhet edhe të krijojnë edhe të jenë pak më afagjate ndoshta në mendimin edhe besimin e tyre. E mendoj që kjo mungon edhe kur reagojmë shpeshherë edhe bëjnë edhe këto gabimet, besoj në zgjedhje dhe në zgjedhjet e programeve. Ku shohim që vendet më zhvilluara kanë këto probleme, sigurisht që këto probleme janë edhe në rajon. Përmendëm Shkuarazi, Serbinë, njëkohësisht Maqedoninë e Veriut, në fillim Kosovën, po ndalemi pak tek Shqipëria, e cila po ashtu është para zgjedhjeve, është tashmë në një fushat, por njëkohësisht po përballet me probleme sundimit të ligjit në qeverisjen e Ramës. A ka një perspektivë, një përmirësim apo mbetemi në një cikël të njëjtë të sfidave? Mendoj që sundimi i ligjit është ndoshta nga çështjet më serioze në gjithë Ballkanin, po edhe në Shqipëri, në aspektin që shumë shpesh hyn
në biseda edhe kur flasim për siguri, sepse nuk mund flasim për siguri nëse nuk i besojmë institucioneve, sidomos institucioneve ligjvënëse dhe ligjmbrojtëse. Kështu që në këtë aspekt, mendoj që aspekti i sundimit të ligjit është njëra nga ato rrethet vicioze që gjithmonë na kthen te pyetja se cila vjen më përpara, a është sundimi i ligjit, a është diçka tjetër, gjithmonë kthehemi te sundimi i ligjit, sepse është një besim shumë i ulët në institucionet dhe që institucionet e mbrojnë interesin e qytetarit. Mendoj që në Shqipëri është e njëjta pyetje, është e njëjta dinamik që pozicionon votuesin si dhe partit politike. Fatkeqësisht edhe atje ka një sfidë në ngritjen e zërave të ri, edhe mendoj që shpresoj që kjo të ndryshoj, por nuk besoj që do jetë ndonjë ndryshim shumë i madh, dhe pse shpresoj të jem gabim, por në aspektin e sundimit të ligjit, mendoj që këtu, kur kemi edhe elita politike që kanë qenë në pushtet shumë gjatë kohë, gjithmonë vihet edhe në pyetje interesi partive për të mbrojtur sundimin e ligjit. Këtu gjithmonë neve si aktivist thirremi në Bashkimin Evropian, në faktin që duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian si pjesë e një bote ku kemi sundim të ligjit, sepse ky është vizioni në fund të ditës. Por besoj që akoma jemi larg ati caku. Si do që tjetë prapë Shqipërinë, nëse e shohim edhe krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, mund të ketë më pak kriza ta zëm krahas Bosnjë e Hercegovinës. Në këtë rast, kur po shohim edhe rritje të tensioneve, a mund të futet vendi atje, dhe padyshim që kur futet Bosnjë e Hercegovina në një krizë tillë mund futen dhe vendet përreth, a mund të ketë një zhytje të krizës në rajon? Mendoj që po, ekziston frika, sidomos tani që kemi biseduar me shumë ekspert si pjesë e projektit, ekziston frika që nëse diçka lëviz në Bosnjë, si dhe në veriun e Kosovës, atëherë potenciali për destabilizim rajonal është shumë i madh. Kështu që mendoj që ky aspekt nuk duhet të anashkalohet, edhe i shqetëson shumë edhe personat e sigurisë, por edhe politik bërësit, sepse nëse ka destabilizim, kjo i vë në pauzë, në pushim shumë reforma të rëndësishme, sepse prap fokusohemi te siguria e fortë dhe jo te këto aspekte tjera institucionale. Sepse edhe kapacitetet e shteteve fatkeqësisht nuk janë në atë nivel që mund të ndajnë detyrat në një mënyrë të baraspeshuar, edhe normalisht që e gjithë biseda fokusohet aty. Unë këtu kam bërë edhe hulumtime me të rinj, edhe kam parë për shembull si çfarë ka ndodhur në Bajnsk, i ka informuar edhe një gjenerat që për shembull vin pas lufte, kështu që nuk i kam pasur traumat e luftës, por për shkak se çfarë ndodhi në Bajnsk, kam biseduar me prindrit e tyre dhe i ka hyrë një ide e pasigurisht që mendoj që është shumë e trisht, sepse në fund të ditës ka marrë shumë kohë që të vim të kjo gjenerata e pas luftës për ide të reja dhe për ndoshta vizione të reja, dhe fakti që edhe ata i ngulfojmë me këtë idenë e luftës edhe pasigurisë, mendoj që është diçka shumë, një trend shumë i trisht. Edhe shpresoj që do e kemi një përmirësim, edhe e imagjinoj që edhe në Bosnjë gjithë këto trazira krijojnë edhe të një gjenerate re, trauma që do dëshironi mos t'i kenë, që të mund të ecim përpara. Diçka tjetër që keni cek në hulumtim dhe që mua më bëri shumë përshtypje, a jemi në të vërtet në një kohë të monstrave, ku e vjetra po vdes, por e reja ende nuk ka lindur? Kjo është presa, edhe pse fillojmë me një citat shumë ndoshta të zi, por në fakt ideja që nga e zeza mund dali diçka e mirë, nga kjo që e eksperiencojmë si diçka e pasigurt mund dali diçka që na jep shpresë edhe diçka që rregullohet, atëherë ndoshta edhe vuajtja ka kuptim, edhe neve si njerëz gjithmonë kërkojmë kuptim në vuajtjet tona, por edhe mbrëmu tha që ishte një grafiti që thoshte monsters are human, ose monstrumet përbinçat janë njerëz, edhe mendoj që këtu gjithmonë kthehemi te vetja, edhe ajo që ne e bëjmë për t'i mbajtur në rrugë të drejtë jo vetë shtetet, po edhe vetveten si qytetar. Kur do të lindin? Po. Mirë, çfarë mund sjellë ardhmja për Ballkanit në këtë kontekst?
Mendoj që për shembull protestat që po ndodhin në rajon janë një shenjë shumë e mirë, jo vetëm protestat që po ndodhin në Serbi, po çdo ditë pothuajse ka protesta. Në Shkup kishte shkaku i çfarë ndodhi në Koçan, si dhe shkaqeve tjera të vdekjes që janë të parandalueshme, bojkotet ndaj bizneseve të ndryshme. Gjitha këto janë lëvizje qytetare që tregojnë që nuk janë gjërat okej, po edhe fakti që njerëzit janë të gatshëm për të reaguar kur gjërat nuk po shkojnë si duhet. Ndoshta duhet pak më shumë zëra kritik, por kjo është një shenjë e mirë. Kjo tregon që gjërat po lëvizin dhe që kemi akoma një masë kritike në rajon që mund t'i lëviz gjërat në drejtimin e duhur. Nga ana tjetër, mendoj që është shumë e rëndësishme që po ashtu politikanët dhe politik bërësit të fokusohen më shumë te frustrimet e qytetarëve dhe fakti që shumë gjëra po ndryshojnë shumë shpejt, edhe neve akoma nuk kemi politika të duhura për ndryshimet e klimatike, për çfarë po sjell AI ose inteligjenca artificiale. Janë sfida